Dasma shqiptare 2017 paraqet. Mirëmbrëma miq dhe mikesha. Jam një burr 59 vjeç. Pra, akoma nuk jam 60 dhe nuk dua kush që të thot ai 60 vjeçari. Kam një jetë që bëj palestër, mbahem mirë, e veshem me rroba moderne dhe nuk e jap veten fare për moshën që kam. Jetoj në një pallat të ri në qytet, në katin e tretë. E fiks mbi mua, në katin e katërt, banonte një vajzë 24 vjeçe. O çfarë vajze, e quanin Klara. Ishte pak si shumë e lasdruar nga ato gocat e kohës së sotme, që din që janë të bukura dhe u pëlqen të luajnë me burrat. E sa herë që shkëmbeheshim tek shkallet ose tek ashensori, ajo nuk linte rast pa më ngacmuar. Kishte një zakon që më milte nga nervat, po nga ana tjetër më ndiste dhe gjakun. Sa më shihte me qeset e pazarit ose duke zbritur poshtë, përplaste ato thojtë e saj të gjatë, hanë të çamçakez apo më thoshte me një zë lajkatar: O xhaje, si je? A je mirë me shëndetin sot? Unë ndaloja tek dera e ashensorit, e shikoja nga koka të këmbët, sepse vishej gjithmonë me ca minifunde ose rroba shtëpie shumë të ngushta, dhe ja ktheja me gjysmë zëri. Mos me thuaj xhaje mua ti, se ta tregon xhaja ty po të doli rasti. Jam akoma i ri, mbaje mend çfarë të them, i thoja unë. Ajo qeshte më të madhe, hidhte flokët mbrapsht dhe ma ngjiste prap. Hajde xhaje, hajde, se ty të ka skaduar afati me kohë. Tani je vetëm për të parë televizor dhe për të pirë ndonjë çaj me rrep. Nuk je më për këto punet tona, me thoshte ajo. E këto lloj flirtesh i kishim pothuajse për ditë. Ajo më mbante gjithmonë në tension, duke bërë sikur unë isha një plak që nuk bëja më për ato gjërat e ato punet e rinis, kurse unë vetëm prisja momentin që t'i vërtetoja të kundërten. Gjërat ndryshuan krejtësisht një natë vjeshte. Kishte filluar një stuhi e tmerrshme në qytet. Era frynte aq fort sa dridheshin xhamat e pallatit dhe filluan ca bubullima aq të fuqishme sa që dukej sikur po shpërthente qielli. Driçonte dhoma nga vetëtimat çdo 2 sekonda. Isha shtrirë në divan duke parë një film, kur me bie telefoni dhe ishte Klara. O xhaje, dëgjova zërin e saj që dridhej nga ana tjetër, dhe këtë herë nuk kishte atë tonin e lasdruar. A je brenda në shtëpi? Me tha ajo. Po, i thash, këtu jam, çfarë ka ndodhur? E pyeta. Të lutem, a ngjitesh dot një kat më lart tek unë? Kam tmerrsisht frikë nga bubullimat. Jam krejt vetëm dhe dritat po ikin e po vinë. Po çmendem nga frika këtu sipër. Me tha ajo. Tani xhaja nuk priti 2 herë. Unë vesha disa rroba shpejt e shpejt dhe unë gjita me shkallë. Sa trokita tek dera, ajo e hapi me një herë të tërbuar. Ishte e veshur me një bluzë të gjerë pambuku dhe flokët i kishte të kapur rrëmuj. Shtëpia e saj ishte më të vërtet gjysmë errësirë. E kishte ndezur vetëm një dritë të vogël tek tavolina. I kishin rënë ca siguresa dhe me të vërtet nuk kishte pasur faj. Ishte vetëm 24 vjeçe dhe kishte frikë në tërë ato bubullima dhe në atë errësirë që ishte në banesën e saj. Pasi ngrita siguresat e rrymës, shkova dhe ula, e ajo bashkë me mua ulëm në divanin e saj në sallon. Ajo rrinte tërësisht e mbledhur, me gjunjët tek gjoksi, e unë
Përpiqesha që ta qetësoja. Fillova t'i flisja me zë të shtruar, si një burr me eksperiencë që donte t'ja largonte frikën nga bubullimat. Por stuhia jashtë po bëhej më egër. Papritur, ndodhi një vetëtime të mërshme, e pasaj erdhi dhe një bubullim që tundi gjithë pallatin. Klara lëshoi një ulirim të vogël dhe pa u menduar fare, u hodh drejt meje. U përplas fiks në krahët e mi, duke më shtrënguar pas qafe me të dyja duart dhe duke fshehur fytyrën tek gjoksi im. Unë rrethova me krah për ta mbrojtur. Trupi i saj po dridhej i gjithi. Ju që më dëgjoni, me siguri po mendoni se në aty filluam të zhvisheshim, apo bëm do një çmenduri në divan. Por jo, njerëz, gjërat e bukura duan durim. Rrinim ashtu të shtrënguar. Sa herë që bënte një bubullim tjetër, ajo më shtrëngonte edhe më fort, duke u fërkuar pas trupit tim për të gjetur mbrojtje. Tek qafa ime ndjeja frymarrjen e saj të shpejtë. Afërsia ishte aq e madhe sa që unë thjesht nuk munda më të frenohesha. Ishte rasti im, ndërsa ajo ishte akom me kokë tek gjoksi im, pas një goditje të fortë nga jashtë e nga një bubullim, unë ula kokën ngadalë, e me një rëndor janë ngrita pak gushën që të më shikonte. Sytë e saj ishin të hapur, plot shkëlqim në errësirë. Pa i thënë asgjë, ja putha buzët. Nuk ishte një puthje agresive, ishte një puthje shumë e shpejtë e heshtur në mes të zhurmës së stuhisë. Ajo nuk bëri asnjë zë, nuk më shtyu, nuk bërtiti, as nuk tha çfarë po bën. Thjesht ngriu në vend për disa sekonda, sikur asgjë të mos kishte ndodhur, dhe u mbështet prap tek unë me qetësi. Kur kaloi një orë gjysmë, stuhia filloi të largohej. Qielli më sa duket u qetësua dhe bubullima nuk kishte më, ndaluan fare. Jashtë kishte mbetur vetëm një shi i lehtë që trokiste në xhama. E tani Klara u shkeput ngadalë nga krahët e mi. U ul pak me tutjen në divan dhe rregulloi bluzën. Me pa drejt në sy me atë shikimin e saj të lasdruar, që i ishte kthyer përsëri në fytyrë, tani që dhe moti u qetësua. O xhaje, tha ajo, tani duke buzëqeshur. Çfarë ishte ajo puthje me parë që më bëre kur po binte rrufeja? Unë dreqa në divan, u kollita pak, sepse mu zë zëri dhe i thash, me fal, por e bëra pa u menduar mirë. Ishte thjesht një moment dobësie nga stuhia që ishte. Por Klara qesh i lehtë. Unë ngrit në gjonjë mbi divan dhe u ofrua drejt meje si një mace. Kurse unë tha, unë e kam menduar shumë mirë këtë punë. Nëse ti se ke menduar dhe e ke bërë pa mendje, unë tani do e bëj me plot dëshirë. Këtë gjë ma tha duke me përshpëritur tek veshi im. Pa me lënë kohë të reagoja fare. Ajo o hodh si për meje, me kapi me të dyja duar nga flokët dhe mbrapa koke dhe me puthin e buzë me një vrull të jashtëzakonshëm. E kësaj radhe, qasja ime ishte krejt ndryshe. Unë tashmë, ai burri që bëja palestër, tashmë isha ngrirë, rria i pa lëvizur në divan, e i habitur nga guzimi i saj. Ndërsa ajo që më thoshte se me kishte skaduar afati, po më puthte me aq dëshirë, sa që ma vërtetoj se afati im sa po kishte filluar tani. Qëndruam ashtu duke u puthur, por ajo unë ngrit në këmbë. E pastaj, nëse doni të dëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.